Mirëmëngjes. Hajde Ajka. Mos u bëni merak se jam duke vrapuar, prandaj merret fryma se e di që sy të gjumi për mua. Po mendoja diçka. Edhe thash, hajde Ajka vrapojnë. Edhe thash ta përcjellë ju një herë. Ju kam thënë që refleksimet e mia tek kanali janë çik, te kanalin Telegram flas, janë çik shumë polemike. Po ky është problemi im. Atëre, duke lexuar Biblën, vjetëre, që në 2 kapitujt e parë të Zanathilës, vjet një kontradikt shumë e fortë. Kapitullin e parë, i cili ka një stil poetik, po i quaj, flitet për krijimin e botës, duke filluar nga toka dhe qiejt, dhe pastaj vazhdon kronologjia deri kur arrihet në ditën e 6, ku Zoti Perëndi, siç thot Bibla, krijon dhe njeriu. Aty thuhet që krijoi njeriu maskull femër, njëkohësisht bashk. Pra, nuk flitet për Adam të krijuar nga dheu, nga pluri, nuk flitet për pluhur, nuk flitet për argjil, nuk flitet për fryrjen e frymës shet në hund, nuk flitet për vënien gjumë, nuk flitet për brinj, për krijim edhe nga brinja, etj. Kur kalon një kapitull më pas, kapitulli 2, ndryshon gjithçka. Ndryshon dhe stili, është më i prerë, më i ftohtë, jo aq kozmik, si thua sa ai pari, dhe përqendrohet tek krijimi i Adamit, i njeriut pra, dhe ndryshon dhe kronologjia. Nuk është më i fundit në krijim njeriu, por përkundrazi të tjerat krijon mas njeriut. Dhe pastaj ndodh ajo që mas dërgimit në Eden, Zoti e pa që Adami ishte vetëm mërzitesh edhe vendosi e vuri në gjumë. Dhe e dini atë që na kanë thënë gjithë jetën, nga brinja ti krijoi njeriu. Pra është një kontradikt totale në radhën e krijimit, që ndryshon komplet, por edhe në krijimin e njeriut. Dhe lind pyetja, mos vallë ka pasur një grua tjetër para Evës? Kjo është një teori që ka shekuj e shekuj që diskutohet. Një pjesë juaja mund të kenë dëgjuar që hipotekohet, jo hipotek shtëpia, shiko se si ndojna fjalës. Po them, teorizohet që ka qenë një grua tjetër, e quajtur Lilith, gruaja e parë e Adamit, ajo që u krijua njëkohësisht me Adamin, dhe që nuk pranoi të nënshtrohej, duke thënë që jemi të dy njësoj, jemi krijuar njësoj nga e njëjta lëndë, kështu që u rebelua dhe iku nga Eden. Tash për të mos e zgjat këtu. Kjo do të jetë tema e videos së ardhshme. E di që mund të krijoj probleme ke disa besimtar, por si gjithmonë kam thënë, nuk është problemi im ky. Thjesht do e parashtroj si teori. Ka shumë video në YouTube për Lilith, kështu quhet. Por unë do e bëj pak më të zgjeruar, jo vetëm për këtë, sepse më intereson diçka më shumë në ato amëndësimet e mia dhe në ato që kam parë dhe lexuar, se nuk jam unë aq i mençur sa ti mendoj vetë gjitha këto gjëra. Është diçka shumë e thellë, nuk bëhet fjala thjesht një grua apo një më parë apo një grua më mbrapa. Interesant është që edhe në ligjen islamike ekziston, si thuash, një linjë
që ka edhe këtu në Shqipëri. Degën e vetë, më duket, në mos gaboj që ai Hoxha Ahmet Kalaje për këtë kësaj linje. Që thonë që edhe vetë Adami nuk është njeriu i parë. Kuptohet që këta janë përjashtuar nga komuniteti musliman dhe këta nuk konsiderohen më musliman nga ata, pavarësisht se këta konsiderojnë veten musliman, po është temë tjetër kjo. Kështu që kam menduar të trajtoj këtë linjë që ju diskutova. Kush dëshiron mund të shikoj diçka më shumë në YouTube dhe tjetër situash i përgatitur për këtë që do të trajtojmë. Dhe njëkohësisht duhet bëj një ndryshim në trajtimin e videove. Më duket si tepër e ftohtë, si tepër zyrtare, si tepër tepër e distancuar dhe pozicione lektori, kur nuk kam tagër, nuk kam atribute të tilla, që unë të lexoj një tekst bam të përgatitur. Kështu që do të trajtoj çik më ndryshe atë që në videot e mia këtë gjë, duke pranuar dhe gabimet që mund të ndodhin gjatë kohës që flas, siç mund të ndodhin dhe tash, siç na ndodh gjithë në jetë. Pa qenë aq strikt që kujdes, mo jo gabim këtu, jo gabim atje. Pra, të mos jetë, si thua, kaq e distancuar video nga juve. Mirë, duhet ju kujtoj edhe për një gjë tjetër. Në kanal është ajo skeda po e quaj, apo ku diun si ta quaj, post, ku unë postoj her mas here, sikurse tash që po flasim. Kam menduar që aty të filloj të postoj dhe disa gjëra tjera, si ato që postoj në kanalin tim Telegram. Kështu që ju rekomandoj që kur hyni në kanal për të parë një video, her mas here t'i hidhni një sy dhe aty, se mund të ketë postime që janë interesante, jo kuriozitete, sepse nuk është ky qëllimi im, të postoj kuriozitete. Prandaj ju këshilloj që ndjes, jo këshilloj, ju rekomandoj që të aktivizoni atë këmbanën e njoftimeve, që ajo t'ju njoftoj edhe kur ka postime atje. Kuptohet gjithçka në vullnetin e lirë. Mirëmëngjes, ditë të mbarë. Po e bëll këtu miq, se kam ndërprer vrapin dhe më mërzit Ajka. Ju përshëndes dhe ju uroj ditë të mbarë të gjithëve.